Serbia ditë më parë ka zgjedhur qeverinë e re të vendit, e cila do të udhëhiqet nga kryeministri i ri Gjuro Machut dhe do të ketë 30 ministra prej të cilëve 10 janë emra të rinj. Ndërkohë, në mesin e emrave për ministra do të jetë edhe një shqiptar, Demo Berisha, kryetari i shoqatës së shqiptarëve në Serbi, u emërua ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave. Profesori nga Presheva Refik Hasani ka thënë se Demo Berisha si ministër për të drejtat e njeriut nga qeveria serbe është kundërshtuar fuqishëm. Sipas tij, Berisha asnjëherë s'ka përkrahur kauzën shqiptare, madje ka mohuar publikisht përkatësinë shqiptare dhe shtetin e Kosovës. Qeveria serbe për ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave dhe dialogun shoqëror ka propozuar Demo Berishën. I vetmi përfaqësues i shqiptarëve në kuvendin e Serbisë, Shqaip Kamberi, deklaroi në 14 prill se propozimi që Demo Berisha të jetë ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave në qeverinë e re të Serbisë është një goditje e rëndë për çdo shqiptar që ka vuajtur, ka rezistuar dhe është sakrifikuar për të drejtat e tij në Serbi. Demo Berisha, i propozuar nga qeveria serbe për ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave dhe dialogun shoqëror, fillimisht nuk i përfaqëson shqiptarët nga Presheva, Medveja e Bujanoci e as nga Krajina e Sanxhakut. Nuk i kanë zgjedhur e nuk i kanë propozuar, nuk i ka përfaqësuar dhe asnjëherë nuk ishte dhe jo nuk do të jetë zëri i Krajinës shqiptare të mbështetur padrejtësisht në administrimin e Serbisë. Nuk ka më pjesë, nuk ishte një nga ata që është angazhuar e as nuk ka kontribuar në referendumin e 1 e 2 marsit 92, jo nga ishte në luftën e UÇPMB-s e aq më larg, jo që ka përkrahur këto zhvillime e kauza të kësaj krahine, por për te kësaj Demo Berisha i ka mohuar pranimin e Republikës së Kosovës dhe mbi gjitha, ai ka mohuar edhe publikisht se është shqiptar dhe si rrjedhoi Demo Berisha jo nuk përfaqëson shqiptarët nga Presheva, Medveja e Bujanoci, nga Krajina e Sanxhakut, nuk i përfaqëson shqiptarët në Serbinë e Vojvodinës, thot ai. Tutja i thot se Demo Berisha, si ministër i qeverisë serbe, nuk përfaqëson shqiptarët e Luginës. Hasani thot se ai nuk është zgjedhur nga asnjë subjekt shqiptar dhe është kundërshtuar edhe nga deputeti Shqaip Kamberi. Profesori thekson se emërimi i tij shihet si fyerje dhe vazhdim i politikave diskriminuese ndaj pakicave në Serbi.